A i keni pa disa njerëz kur e dojnë dikon rrin diqysh si me frikë, si në ankth. Non-stop friksohen se çaj person ka mi braktis, edhe bujnë çmos me e majt. Po pse ndodh kjo? Fëmia që rritet me frikë ndaj prindit, mëson me ngatru dashnin me ankthin. Ai nuk afrohet me njerëz pse don, po pse tutet. Ai nuk bindet sepse respekton, por i friksohet ndëshkimit, refuzimit apo edhe humbjes dashnisë. Edhe kështu krijohet një model. Nëse s'jam i mirë, nuk më ndojnë. Edhe kur ky fëmijë rritet edhe hyn lidhje, për të dashnia nuk ndjehet si qetësi, po si tension. Rrin me dikon, jo pse e don, po pse tutet që ka me e humb, tutet që ka me mbet vetëm, edhe tutet me u ballafaqu me pasoja. Fillon me aktru dashni me fjalë, me sjellje, po brenda nuk ka ndjenjë, ka veç frikë. Ku ka frikë, nuk ka dashni. Ka veç një fëmijë të rritur që ende po mundohet mos me u braktis. Dashnia ndërtuar mbi frikë nuk është dashni, është mbijetesë emocionale. Prandaj rrite fëmin tënd me siguri të prezencës tënde si prind, në mënyrë që në të ardhmen fëmia jote me përjetu dashninë në martesë, e jo veç frikën e braktisjes.